Fakt, ekonomia shqiptare është helmuar nga parat e pista. Ky është dhe konkluzioni i operacionit SPAK-ut, ku miliona metra katror ndërtimi ishin financuar nga parat e grupeve kriminale, e ndaheshin lejet e ndërtimit si mall pa zot, sikur të ishin pronë të pushtetarëve. 3 sektor kryesor janë prekur fatkeqësisht nga zhvlerësimi i euros dhe nga paraja informale në ekonomi. 1. Ndërtimi, ku sot ndërtimi në Tiranë është bërë i paksesueshëm nga shtresa e mesme, nga të rinj, nga qytetarët që fatkeqësisht po largohen. Apartamente 400.000 euro me paga mesatare 800 euro, jashtë çdo realiteti e koncepti ekonomik. 2. Bujqësia, një sektor që sot fatkeqësisht nuk po prodhon më, nuk nxjerr dot më në tregjet qoftë rajonale dhe europiane produktet e mrekullueshme shqiptare dhe i kushton produktit brendshëm bruto 4% e 300.000 fermerë të lënë në rrugë dhe 3. Prodhimi fason. Prodhimi që deri dje ishte krenaria e Shqipërisë që eksportonte, nga zhvlerësimi i euros ka detyruar shumë biznese të mbyllen e shumë njerëz të dalin në rrugë. Kështu preket edhe xhepi çdo qytetari shqiptar, nga ekonomia informale, nga parat e pista, nga parat e krimit të organizuar që po pastrohen këtu në Shqipëri. Ky është sistemi që duhet të ndryshojmë. Ky është sistemi për cilin shumë qytetarë sot po protestojnë. Ky është sistemi i pakicës që Rilindja ka instaluar duke hequr garën në ekonomi, duke detyruar qytetarët që dalin në rrugë të protestojnë e duke mbyllur brenda shtëpive të tyre fermerët. Ky është sistemi që është sot e keqja e Shqipërisë, nuk ka asnjë zgjidhje tjetër përveç se ta heqim këtë sistem që për 13 vite i ka marrë frymën ekonomisë.